Po mirë, të shtëpit e mdhaja nga 3-4 katë, si kanë ndërtu? Po shiko, dëshira e madhe dhe ndoshta vendi i ka komandu ka pas shumë gjemë dhe ju ka bërë çdo djali ka një katë. Ka dhe si raste. Tani këtu është një fenomen se çdo kush ka bërë shtëpi mëdha edhe shkojnë si njëri mbas tjetrit. Kush do ta bëjë shtëpinë më të madhe apo? Po është edhe ajo, ndoshta po më shumë edhe është nevoja, që më thonë ka llogarit me një shtëpi, ka një katë djemve të bëjë edhe kjo është më shumë. Cilat janë traditat e fshatit Gurmunic? A ka ndryshuar ndër vite? Po tradita, ky fshat është marrë përpara pezon me Viktorinë, kështu kurse tash ka ndryshuar pezon. Tash janë njerëz të marrë shumë me gurbet. Lektor ka pak, një apo dy edhe Kanë lopë, kanë kuaj, kanë dhenë. Ka 2-3 veta që ruajnë. Dhenë dhe lopë kështu. Ka pak, jo si që ka qenë më parë. Për para ka qenë këndryshe. Ka pas çdo kush. Dhenë, lopë. Ka jetu me baktia. Kjo është.